Dita e Verës është një nga festat më të vjetra në traditën shqiptare, një festë e cila lidhet me natyrën dhe me ardhjen e pranverës. Edhe pse festohet në të gjithë Shqipërinë, Elbasani është qyteti që e ka ruajtur më fort këtë traditë. Dita e Verës e ktheu Elbasanin si çdo 14 mars në qendër të vëmendjes me aktivitete të shumta. Është fundjava e Elbasanit kjo në fakt dhe kulmon me një sër aktivitetesh. Gjatë ditës së nesërme gjithashtu do të kemi aktivitete të ndryshme. Me ngjyrat e shumëllojshme të luleve, me aromën e ballokumeve dhe koncerte të shumta muzikore, Elbasani e tregoi edhe një herë tjetër përse është zemra e kësaj feste. Elbasani bukur, Elbasani. Gëzuar të gjithë, po. Ne kemi ardhur nga Vlora për ta festuar ditën e Verës. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar ditën e Verës. Gëzuar ditën e Verës. Gëzuar ditën e Verës. Dita e Verës është simboli i fundit të dimrit dhe fillimi një stile të re, plot gjallëri dhe shpresë. Por në Elbasan, Dita e Verës është më shumë se sa një fest. Ajo është traditë që lidhet me historinë, kulturën dhe identitetin e këtij qyteti.